jam Martiuli, nga qyteti i Ferizojit. Jam një djalë i cili ka shumë hobi, pasione dhe talente, edhe sot kemi pa disa prej tyre. Po kështu gjatë vite kam eksploruar shumë në shumë sene dhe kam qef me mësu sene të reja, aftësi të reja. Puna e Moska kam fillu në vitin 2022 ose 2023. Kam pas më herët qef shumë, po këtë në Kosovë është pak edhe limitu me resurset ose materialet me gjetë. Çka lip diçka për me nërejq, është pak shtil me gjithë, kështë që du me përdor alternativa. Kështu që kom provu pak disa tjera tani, kom po që po mëj me bo dhe kom bo ma shumë tjera. Janë disa tutoriala në YouTube, prej aty i marrë dhe template-a. Template-at pastaj transferoj, shkoj printoj në shtyp shkryjnë, prej aty i qes në karton. Baza është me karton ose letër, edhe pastaj masit nërejqet baza, dhe me thonë, aplikojmë materiale tjera, si është një material si kur gomë, edhe ngjica ndryshme tjera. Pasi të kryen këtë, dhe me thonë është procesi i ngjyrosjes, edhe ngjyrat pak janë problem këtë në Kosovë me gjetë, kështu që përdoj alternativa. Me thonë, disa moska më kanë marrë, me kom ndrejq me 2-3 euro, do 20, do 30. Varët çka dhe me bli. Po të thash varët prafësisht sa është e shtirë, se disa më kanë marrë në kohë 2-3 euro, disa me det. Po zakonisht këto me det i kom kushtu 2 deri në 3 euro në ditë, pastaj më kanë marrë shumë. Po njëri mbi projekte që më ka marrë kohë shumë është ke figura e Deadpoolit, që është me kanoqet G plusit, më me po është edhe këtë. Më thonë, kjo është projekti që më ka marrë kohë mas shumëti, dhe me thonë, jam mirë me to 36 euro pa nolë, me thonë, edhe pa gjumë këmejt. është kreti bëme prej kanoqet, dhe me thonë, më me po edhe këtë shpotat, fiqen, lëvizin edhe turët edhe kont. Template ose shablon që mi thonë shqip, bon me letër, pastaj i kom bo transfer në kanoqe, pastaj mi prej me kërshon edhe me ngjec. Për mrena nuk është thotë, nuk është diçka, nuk janë të mbushna me nisa. Cila është kushta e ma e preferuar deri qëtash që e ke bosi një të po disa lloje që i ki në koleksion? Ma e preferumja që më ka pëlqy mas shumë të është kjo Stunaj. Kjo është e personazhit Moon Knight, që më thonë është si në formë të mumjes. Më ka pëlqy shumë, se ka dollë shumë. A është e vendos me demonstru? Po, që me demonstru. Të moskat tjera përveç kësaj të Spider-Manit e ka mekanizmin me lensë lëvizje, lëvizin lenset, më thonë sikur në film që është mbyllën. Këto tjera nuk kanë diçka të veçantë. Po më me modifiku, kur do. Për shembull, me ngjit në dritë mrena ose diçka. Këto mas pore kom nish si hobi kështu për qef, kështu që i baj veç për koleksioner, po në të ardhmen ndoshta e kthej edhe në profesion. Sepse për me kthim profesion me pas pak më shumë sa mjete. Për shembull një 3D printer, që me printu ma letë, mes me marrë kohë shumë, më konë, me thonë të fort, a ju më prish. Se këtu ma shumë të janë me karton edhe me sen edhe janë pak problem, që ma shumë veç përrej. Cili mësafir që ka ordhë është mahnit, shumë interesant se s'ka po. Se kështë në Kosovë nuk kom po askan që është që mirët me këtë sene. Përveç një djavullit në TikTok e kom po, e kish pas ndrejq kostumin Iron Manit me 3D printer. Tjerë nuk më po, shpresoj që të shë në të ardhmen, se është një hobi interesant. Më thonë edhe kjo është bo me njëtat materiale, disa ndryshme. Kjo është pak e ronë, se do është me bo të forqe dhe më thonë me vjetu. Nuk shtypët heq. E mekanizmin e ko interesant shumë. është pak. Mekanizmi është bo me kablët bicikletes, edhe me shiringat injeksioneve, ku nëse shtypim këtë, lëviz lense. Përshë. Edhe këtë dhe me thënë është e vendosshme. Kjo më ka marrë ku pak si shumë, se është do është këtë mekanizmin për mrena i ka ato me disa copat vogla tani. është kështu. Edhe kjo është e vendosshme. E ka edhe këtë kapelin këtë. Me thirë kështu edhe në për në ditëlindje, në fëmijë. Këtë dhe me thonë është edhe kjo moska e venumit.
Këto e këm bo në vitin 2024, ku këm shku edhe në Cineplex me bo cosplay, në ashtin deri në 2 ovë, besoj. Në boza është kom pak probleme, bo me këto se nuk ka post template për këto. Dhe me thonë është me morë një folit aluminit, me pështirë fryt, dhe qëtë. Tani në bozë sojna me shtu halovë, me në gjithë. Tani sytë janë bo me argjil, edhe dhamë t'ja njëjtë, pas taj një shtrej silikoni për me bo këto sipërfaqen të vjezlushme. Edhe kjo është dhe me thonë e vendosme. Hopet komplet. Lëviz edhe guja, si shpeshe. Po kja ka një problem pak se pjesën për me po, me këto e ka vesh në qitë pjesën qëtë. Me thonë do të mi bo sytë pak qëtë për me po. është pak problem. Çfarë materiali e ke bo për mbrana për me mujt me po? Qëta është të tregoj. Është një shtresë me bira, nëse po e shet qëtë. Po. Okej. Thonë veç to. Prej jashtit nuk vrejet që. Po prej mrenë, po. Nuk është që vrejet. Po u konë shumë probleme po me këto. Edhe aty kër jam konë Cineplex, dhe me thonë, ka posë edhe njerës që viqen me bo foto e sene. Ti e ke vënu, dhe me thonë. Edhe është bo shumë zhek tani. Ky është personazhi i Taskmaster, është e mund me po në atë posterin atje. Është për filmit Thunderbolt që ka dollë vitin e kaluar. Edhe kjo është, me thonë, e vendosme për marrë vetë to për tregoj. Okej. Edhe kjo është me kapele, dhe me thonë është bo kapelja me material i ngjajshëm me lëkurë. Okej. Kjo është ma shumë, shpeshe është letër, ma shumë kartë. Po, pe i propa nuk shqitje, pasi në të kapele. Edhe kjo ka problemin pak për me po, e ka qëtë 2 vijat këtë. është pak shtirë edhe me këto me po. Po ti ma shumë si i ki veç për koleksion tonë, është nështë atë që i ke monë është maksimumin sa mi pasi dhe qëto detaje. Në të ardhmen nëse që bënë si profesion, për besoj që nuk tiki këto detaje. Këtu mi mojt edhe për këtë gjotë, është bot pak zhegë, se shumë ka pak vend për me hi ojre me morë frimë. Po qëre, tash të, kur të dë një sen, e banë me qef, dhe më thonë gjenë kur gjithmonë. Kështu që zakonisht e përdori këto pak se me ikë punëve tjera, ose si relaksim ma shumë. Po besoj ka me vazhdu me ndreq ma shumë. Zakonisht i dokumentoj këto edhe në kanalin tim në YouTube, ku i të regoj se që kom ndreq, se cilin prej moskave. Po besoj ka me fillu me bo dhe video shqip, se për momentin i bajnë gjuhën anglizës, pasi që nuk ka interesim shumë këtë në Kosovë. Kom pos komente, po jo edhe shumë. Po prap e bëj ma shumë për vejti, kështë që edhe nëse s'kam komente ose diqka, e bëj pse e duhe. Që është të e fjolla mi do si mi vro. Dhe më thonë gjitha këtë pasionet e hëbe që i kam qef mi bo njejtë. Ta është që është pak probleme fokusu në krejt për një herë, kështë që gjejku për se cilën. Për shembull, e kry një projekt e ndreqi një moskë ose në diqka, tani vazhdej e praktikoj tjetër. Dhe më thonë, gjithë kam ku për me bo diqka.